Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në episodin e 10 të Epokast. Si fillim dua t'ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur dhe keni qenë krah për krah me ne në të gjithë këtë rrugtim. Dhe për këtë episod të veçantë, kam të ftuar një student i cili është shumë i veçantë. Ai është Elgiz Zeneli, është student i vitit të tretë në inxhinierin e ndërtimit dhe vjen këtu me ne për të ndarë eksperiencën e tij si një student i epokës. Përshëndetje Elgiz. Përshëndetje Redi, shumë faleminderit për ftesën dhe për mundësinë. Elgiz, për ata që nuk njohin, kush është Elgizi në të vërtetë? Elgizi është një student i inxhinierisë ndërtimit në Universitetin e Epoka, angazhohet me disa aktivitete, plotësohet nga energji, vullnet edhe bashkëpunim i tepërt. Elgiz, kjo ishte për ata që nuk njohin, se për ata që të njohin brenda Epokës e dinë që ti je një student me mesatare shumë të lartë, me nota shumë të mira. Dhe për më tepër je një student i cili aktivizohesh në shumë aktivitete të ndryshme, qoftë tek senati, qoftë në për programe studentore. Ku e gjen gjithë energji, gjithë të kohë? Me të thënë drejtën, nuk është e lehtë që të përmbash energjisë, të jesh rigoroz dhe të jesh gjithmonë aty kur duhet të jesh, por kam parë që për gjatë eksperiencës time janë gjëra që të rrisin, të japin shumë vlerë dhe në fund ditës edhe kur nuk e ke atë energjinë duhet të ngohesh maksimum dhe ta gjesh ku do ta nxjerrësh. Po, siç të prezantova, ti je një student i inxhinierisë së ndërtimit. Pse zgjodhe pikërisht këtë deg, domethënë? Ishte një shtyp që kur ishe fëmijë apo ishte diçka që e zbulove gjatë rrugës, ndoshta gjatë gjimnazit? Si për pjesën më të madhe e studentëve, gjithmonë dega që zgjedh lind që nga fëmijëria, lind si një pasion, si një angazhim nga familja. Ky ishte një rast për mua i cili edhe nga shtysa familjare, por gjithashtu edhe nga pasioni që kisha vetë për degën, që ku duke filluar me ato kartonat që shihnim ditë për ditë, jo po me bob ndërtuesin, jo po. Pra do thënë ke pasur një idhull. Patjetër, gjithë kanë pas atë dhe kjo ishte një shtys. Ajo ishte çfarë krijoi atë pasionin fillimisht, ishte ajo le të themi çfarë ndezi zjarrin brenda meje për këtë deg. Shiko, pasioni të çon deri diku dhe është e vërtet, po njerëzit përgjithësi kanë shumë pasione. Edhe ndonjëherë ndoshta për disa pasione që ndjekin edhe mund të pendohen. A ke menduar ndonjëherë ti në këtë rrugtim të 3 vjeçar që mos ndoshta mund të kemë përzierjen e gabuar? Për mendimin tim është shumë e saktë, patjetër që çdo person ka ato fazat ose episodet i cili nuk ndihet shumë i sigurt tek zgjidhja që ka bërë, por në fund ditës përderisa ke zgjedh pasionin, diçka që ti e dashuron realisht me zemër, diçka që çdo ditë motivon, të shtyn për të bërë më mirë, mendoj se edhe çdo vendim i gabuar në fund, edhe po që e bër për shkak të asaj kauze, mendoj është i duri. Pra është mësimi. Patjetër. Dhe të dy vim nga dega e inxhinierisë, pra nga profili inxhinierik, por më pas specializohemi se unë ndjek atë softverikun, ti je tek pjesa e ndërtimit. Shumë saktë, po. Të jem realist, nuk është se kam shumë njohuri rreth kësaj dege, le të themi, por dua të di sa e vështirë është, duke qenë se di që inxhinierit, kushdo që bën inxhinieri thotë që është e vështirë. Po kjo e ndërtimit, nga 1 në 10, sa do e vlerësoje? Për t'i dhënë një vlerësim konkret, çdo dege është shumë e vështirë. Por do të mendoja që gjithmonë është si nga eksperienca personale është e vështirë. Për mua ka pas vështirësitë e veta, ka pas dhe lehtësitë, është pjesa e angazhimit në terren, angazhimi me njerëzit, ndërveprimi i cili e bën kaq lehtë dhe kaq të kënaqshme si eksperiencë. Nëse do të jepja një numër, do të thoja tek 7 besoj. 7 është është domethënë të motivon për faktin se nuk është aq e vështirë, po edhe në të kohë ka të lehtësitë e veta dhe çfarë bëjnë më të bukur degën në vetvete. Shiko, shumë student me 7 do ishin mërzitur si not, me thënë të drejtën, besoj edhe ti vetë duke qenë se ke mesatare në të mirë. Po lënda më e vështirë që ka qenë këto lëndët klasike inxhinierike, duke përfshirë matematikën, fizikën, apo ka qenë ndoshta në një lëndë tek ajo? Shumë e drejtë. Në eksperiencën time personale, shumë student janë të prirur të ndjekin atë çfarë kanë më shumë qejf, domethënë duke marrë parasysh se dega e inxhinierisë së ndërtimit është shumë e përhapur, ka disa disiplina dhe shumë student kanë atë, le të themi, tendencën për të angazhuar vetëm disa lëndë të tjera duke i lënë pas dore. Dhe kjo ndodh shumë mas, ka ndodhur me mua patjetër, po për mendimin tim gjithmonë
çka kam has vështirësinë më të madhe është kalkulus 2-shi. Pra po. degët klasike të inxhinierisë. Po, patjetër klasike, ajo është gjithmonë është bomba më e rëndë. E kuptoj. Dhe pjesa e teorisë së strukturave është një lëndë e cila është shumë ngarkuar, voluminoze, kërkon shumë konsistencë, kërkon dhe punë shumë të fortë. A bëni kështu lëndë nga dega ime softverike aty? Keni si hyn, se kam dëgjuar që inxhinierët e ndërtimit merren edhe me pjesën e programeve software, pra qoftë AutoCAD, SAP, nëse mund ta përmend. Shumë e drejtë. Si hyn? Software-et janë një pjesë kyç e çdo dege, po edhe në inxhinierinë e ndërtimit me patjetër proficienca në këto software është shumë e rëndësishme. Tek epoka kam pas nderin kënaqësinë që të bëj shumë software të mira dhe cilat janë shumë përfshira në industri, siç është AutoCAD, një nga mund të themi të kohës, janë pra. Jo, patjetër i kohës, po dhe program kyç, i cili çdo inxhinier është le të themi është i detyruar që ta di. Pastaj nga deg tjera patjetër bëjmë lëndë programimi, cilat janë shtesa të cilat e ndihmojnë studentin le të themi të gjej zgjidhje për probleme që mund t'i hasin përditshmëri. Shiko, se realisht unë e përmendan, personalisht nuk kam qenë vetë shumë pasionant pas inxhinierisë ndërtimit që i vogël dhe nuk është se e kam ndjekur shumë. Dhe së bashku me ata që menaxhojnë dhe unë po mësoj për këtë deg. Cili është koncepti që njerëzit zakonisht krijojnë gabim kur dëgjojnë për inxhinierin e ndërtimit? Pra kur ja prezantohet që shiko, jam Elgisi, bëj inxhinierin e ndërtimit. Çfarë kish kuptojnë? Koncepti më i gabuar është që vetëm do them atë shprehjen shumë konvencionale, llaç e tulla. Po, njerëzit fokusohen vetëm te ato materialet e rëndomta. Ato janë shumë të rëndësishme për degën tonë, por vetëm te pjesa fizike pra. Po fokusohen atë pjesë dhe humbin domethënë gjitha vlerat që mund t'i japë ajo deg. Patjetër është shumë e rëndësishme dhe ana materialeve, po në vetvete duke u përfshirë tek teknika e gjithë degës, është përfshirja me realitetin, përfshirja me shoqërinë, se si gjithçka funksionon nëpërmjet këtyre studimeve që ne kryejmë, analizave, kalkulimeve, duke nisur që nga ndërtesat që ne jetojmë përditshmëri, duke marrë parasysh planifikimin e gjithë sipërfaqes që ne interaktojmë me njerëz të tjerë. Pra, cilat janë këto fushat që bën ka ndallimin nga llaçet e tulla? Pra çfarë mund të jenë disa fusha që një inxhinier ndërtimi mund të bëjë, pra profesion që ai mund të ndjekë, që nuk kanë të bëjnë me pjesën e llaçet e tullave? Atëherë, siç thash, mund të përmendësh disa, domethënë. Po, e kuptoj. Siç thash, ka disiplina shumë, e përfshirë nga shumë specializime, cilat kanë rëndësinë e tyre për gjatë degës, për gjatë përditshmërisë, po diçka që do të spikasja është le të themi menaxhimi i konstruksionit, është diçku ku ti si individ vetë merresh me menaxhimin, me kostot, me mirëmbajtjen dhe mbarvajtjen e gjithë punimit nga fillimi në fund. Po ashtu dhe hidroteknika, gjë që është lidhet shumë pas dore, kam parë sipas eksperiencës time, gjithë to lidhjet e rrjeteve, çkarkimeve etj. Pra, a mund të themi deri diku që një inxhinier ndërtimi nuk është thjesht vetëm një inxhinier ndërtimi, po ka edhe nga ata që merren me pjesën e ekonomisë, menaxhimit, biznesit, ose edhe me inxhinierin elektrike, ose edhe me inxhinierin e software-it? A mund ta shumë e saktë. Domethënë, dega jon na jep mundësinë që ne të ndërveprojmë masivisht me shumë disiplina dhe shumë inxhinier të fushave ndryshme. Dhe ti nga kjo aspekt rritesh si nga ana e menaxhimit, ana e ndërveprimit, ana ndërpersonale, por dhe nga ana e karrierës. Po. Po mirë, atëherë është më shumë lëndë teorike apo praktike, sepse ndoshta koncepti i parë, siç thanë llaçet tullat, thotë që është lëndë praktike. Por ne këtu po e prezantojmë ndoshta edhe pak lëndë teorike. Ku qëndron më shumë? Si çdo inxhinieri përfokusohet më shumë te praktika. Patjetër. Po teoria është një anë thelbësore. Ka shumë lëndë teorike, të cilat krijojnë atë backgroundin, si themi, të inxhinierit vetvete që të jetë i aftë i hedhim në praktikë siç duhet. Pjesa më e madhe e lëndëve kërkojnë shumë punë, kërkojnë le të themi vullnet që ti të ulesh dhe të praktikohesh përditësi, organizim etj. Ku është diferenca me arkitekturën? Se shoh që realisht shumë të rinj, po dhe jo vetëm, e ngatrojnë midis inxhinierisë
pra ndërtimit dhe arkitekturës. Dhe më ka ndodhur edhe vetë që kur kam qenë atë fazën e aplikimeve, kam pasur nga shoqëria që kishin aplikuar për shembull për inxhinier ndërtimi, nuk kishte dalë dhe thonin, "Unë bëj arkitekturën", se është e njëjta gjë ose edhe e kundërta. Por në vetvete mendoj që janë dy gjëra të ndryshme dhe dua nga ty të ma thuash cila është diferenca midis këtyre dyja, pra që mos e ngatrojnë. Patjetër. Atëherë janë disiplina shumë të afërta. Le të themi janë një familje, mos themi motër e vëlla me njëra tjetrën. Okej. Janë shumë të afërta, një arkitekt pa inxhinier dhe inxhinier pa arkitekt nuk janë të aftë të cilin gjën në dritë. Dhe do të thoja çfarë bën diferencën është inxhinieri mundohet më shumë të fokusohet te ana teknike, se si ta sjelli atë konceptin në jetë. Kurse arkitekti është ai çfarë krijon konceptin, merret më shumë me anën estetike, merret më shumë me planifikimin se si do funksionoj nga ana urbane, gjithë asaj le të themi popullsisë e cila do të jetë prezente në atë ndërtesë ose dhe ndërtesë në një rrugë, në një digë, në një mjedis, po, patjetër. Këto janë dy karakteristikat kryesore që ndajnë. Pastaj futemi thellë, ka shumë që mund të flasim. Programet mësimore janë të ndryshme, mund të themi. Po. Se unë këtë vit, domethënë para disa muajsh, duke lëvizur nëpër kampus, vura re që ju keni një laborator këtu afër godinës ku ne regjistrojmë episodet. Nuk e dija përpara, por më duk shumë interesante. Mund të më flasësh pak laboratorin, nuk pata mundësi futesh, se ishte i mbyllur. Ndoshta në një ditë do më shoqërosh. Nuk ka probleme, patjetër do bëjmë një vizitë bashkë. Laboratori është gjëja më e mirë që kemi ne këtu në kampus. Është realisht një nga përparësitë që na jep kampusi, që ne të prekemi në praktikë siç po diskutonim me materialet, si funksionojnë, si ne i testojmë, çfarë lloj llogaritje shkryejmë. Me profesoresh Anila Xhahysën kemi qenë shumë aktiv në aty, domethënë testojmë betonin, hekurin, pjesën më të madhe materialeve. Cilat janë disa nga strukturat që ju ndërtoni aty në laborator, pra këto strukturat e ndërtimit? Mund të japësh disa shembuj se mund të jetë pak teknike si pyetje, por realisht mendoj që duhet ta dinë njerëzit me çfarë merren tamam konkretisht. Shumë e drejtë, tek laboratori na angazhohemi me funksionimin dhe ndërveprimin e dy materialeve kryesore që hasim në përditshmëri, siç janë strukturat e betonit. Ajo është më e rëndësishme për inxhinier ndërtimi, ku shohim rezistencën në shtypje dhe ndërheqje të materialeve si betoni, hekuri, përmbajtja kimike. Gjithashtu futemi tek materialet e illustrimit siç është gipsi, boja, suvatimi i ndërtesës. E gjitha këto bashkë cilat e bëjnë thelbësisht një inxhinier ndërtimi ketë si një uri. Po sa të ndihmon ty kjo praktika lidhe me teorinë, se kaloni orë të tëra në auditore duke mësuar teorinë, po sa e rëndësishme është kjo praktika? Po, atëherë njeriu mëson nëpërmjet ndërveprimit. Kjo është në çdo deg, në çdo disiplinë dhe duke parë dhe duke praktikuar, ne krijojmë ato njohuri të cilat në auditor na duken pak abstrakte, dhe cilat jemi të aftë t'i hedhim realitet. Prandaj unë do të thoya që është shumë thelbësore, është diçka e cila është shumë e vlerë dhe madje do të inkurajoja studentët që të fokusoheshin shumë herë më shumë tek laboratori sa teoria dhe auditorët. Ti për veten ndihesh më i plotësuar pasi shkon dhe provon në laborator diçka që e ke mësuar teorikisht një javë përpara? Patjetër. Janë testet nga më të ndryshme të cilat përdoren edhe në kantier, përdoren dhe jashtë dhe ti je i përgatitur domethënë për atë çfarë duhet të jesh i përgatitur dhe çfarë do veprosh çdo ditë pas në karrierë. Ti përmendë që një nga materialet kryesore që ju përdorni në këtë pjesën e praktikës është betoni. Edhe betoni është goxha i përhapur në Shqipëri, ndoshta në 10 vjeçarin e fundit në ndërtimet që bëhen. Do të pyes me aq sa njohuri ke ti, si e shikon këtë pjesën e inxhinierisë së ndërtimit në Shqipëri, ndoshta në 5 ose në 10 vjeçarin e ardhshëm? Do kemi lëvizje nga betoni, do shtohen më shumë ndërtime në beton, sepse momentalisht jemi në një fazë bumi që ka ndërtime pafund. Ka dëshë të them kohë kur jemi duke ndërtuar. Është kjo më shumë punë për ju apo? Shiko, kjo ka sjell përqendrim të jashtëzakonshëm nga studentët ose nxënësit e ciklit parauniversitar drejt degës inxhinierisë së ndërtimit. E shoh që është rritur shumë kërkesa
njerëzit duan shumë të përfshihen pasi shohin dhe anën financiare, duke qenë se është një deg që prodhon dhe ka kërkesë, pse jo mos të angazhohen aty. Unë mendoj se bumi do vazhdoj, sidomos në Shqipëri. Shqipëria është një vend i cili është në zhvillim, madje kam pas raste të flas me shumë pedagogë të fushës, me shumë njerëz cilët janë të angazhuar në karrierë thelbësisht rreth saj fushë dhe më ka dhënë mendimin e tyre që bumi do të vazhdoj, por duhet gjithmonë në çdo deg duhet përgatitemi me aftësitë tona si të mundemi, sepse nuk i dihet gjithçka që po patjetër. Pjesë e përshtatjes. Është një industri e cila është në tranzicion. Dhe tranzicioni gjithmonë ka vlerat e veta, por ka dhe disa avantazhe. Unë kam parë shumë industri që janë zhvilluar në Norvegji, në Austri, të cilat përfshin strukturat e masive të drurit. Pra kjo neve mund na largojë dhe nga betoni nesër pas nesër. Është diçka që inovacioni vjen, risit vijnë. Pra ekziston si mundësi. Ekziston si mundësi, duke marrë parasysh që edhe neve duam tulim dhe kostot, por gjithashtu është dhe pjesa klimatike, cilën ne si inxhinier fokusohemi shumë. Dhe këto struktura masive të drurit kanë sjell një lloj risie në industri dhe mund të përfshihen nesër pas nesër shumë rishtazi dhe mund të zëvendësojnë struktura të tjera që ne fokusohemi, por pastaj duhet jemi të aftë që të kryejmë tranzicionin. Të adaptohemi. Të adaptohemi, po. Çfarë është diferencë midis paktën ndërtimeve ose fushës inxhinierisë ndërtimi në Shqipëri dhe atyre jashtë, siç përmendë, me që kishe pak njohuri rreth Norvegjisë dhe vendeve nordike, nuk e di nëse ke pjesë në lidhje me Europën perëndimore ose atë lindore, çfarë diferencë ka këtu? Ku luhatemi më shumë ne? Ku luhatemi, do të thoja që pjesa e inovacionit. Profesionistët janë të moshave të ndryshme, duke marrë parasysh se bumi është ke mosha të ndryshme që përfshihen ditë pas dite dhe industria fal shumë inovacione, por gjithashtu dhe këta profesionistë cilët duan të përmbahen atyre metodave tradicionale të cilat i karakterizojnë, nuk e lejojnë shumë atë ndryshimin, siç po përmendja, dhe rritjen në industri. Por gjithashtu po shoh që strukturat masive janë rritur, domethënë po arrim një nivel që edhe mund t'ja kalojmë Europës. Po arrim një nivel. Për mendimin tim, nëse vazhdojmë kështu, nëse vazhdojmë që edhe studentët përgatiten në një mënyrë në mënyrën e duhur, pra të fokusohen shumë tek aspektet cilat janë shumë dikuese në degën tonë, jam i bindur që Europa mund ta kalojmë, po dhe mund të kapemi dhe mund të arrijmë nivelet e tyre. Po, domethënë vrujtës studentore shumë pozitive ta dëgjosh që është duke u rritur edhe mund të arrijmë që t'i themi këto llave, pra duket dëshira e brezit të ri, po edhe ndërtuesve të rinj që ndoshta kanë dalë në profesion disa vite më përpara dhe janë duke eksperimentuar tani, është tmerrsisht pozitive dhe mua më bëhet shumë qefi që i arrita ditës të dëgjoj këto fjalë, le të themi. Po ai trembeni u zhvillimit të këtij AI teknologjisë, se e përmendën që ndoshta ata të vjetrit edhe i trembeni që nuk lejojnë, po ju të rinj, i trembeni se automatizimi, AI, teknologjia është kryefjala, të paktën dhe unë te dega ime e përmend çdo ditë, nuk ka ditë që nuk e përmend. Po ju i trembeni kësaj, a ju do ju ndihmoj apo do ju pengoj? Siç e shprehem, adaptimi është aftësia kryesore që ne duhet të kemi në karrierë dhe neve duhet mundohemi të adaptohemi AI-t me gjitha ato tools që na jep ose na disponon. Për mendimin tim, inxhinieria e ndërtimit nuk është e ndikuar plotësisht, por ka mundësi që është në rrezik. Po shohim dhe kemi AI ose website që na disponojnë krijimin e planimetrive, krijimin e strukturave. Edhe zëvendëson shumë punë të inxhinieri që bën shumë punë zëvendëson dhe shumë orë pune të një inxhinieri mund të zëvendësohen me një klik. Me një klik. Po. Pra, adaptimi është ajo ideja që ne të mësojmë edhe nga gjërat e tjera që ndoshta nuk janë tek dega jonë, ose të paktën janë përtej librave që marrim ditë për ditë. Dhe ti në radhë parë nga ata persona që nuk e ndëjtur vetëm tek pjesa e librave dhe ke dalë, sidomos tu në epokë, ke dalë dhe ke prezantuar figurën tënde, siç ta thashë në fillim me senatet, me presidencën e klubit të Future Engineer.
si të ka ndihmuar ty kjo, ose si mendoj që do ndihmoj kjo eksperiencë në rrugën tënde si një inxhinier, nëse pas nesër? Një aftësi që se përmenda dot është aftësia e komunikimit, i cili inxhinieri i ndërtimit duhet ta ketë me vete gjatë gjithë kohës, duhet ta ketë shumë të zhvilluar dhe nëpërmjet këtyre takimeve, nëpërmjet këtyre aktiviteteve, jo vetëm unë, por çdo student është i aftë që ta zhvillojë këtë aftësi komunikimi, të bashkëveprojë siç duhet, të organizohet dhe kjo e bën, siç po përmendja, edhe menaxhimin e konstruksionit. Ditë pas dite në industri hasen shumë probleme dhe se si ti do përshtatesh, si do organizosh punën, si do t'jesh i aftë, gjesh një zgjidhje, është një nga detyrat kryesore të inxhinierit ndërtimi. Në çfarëdo lloj disipline, çfarëdo lloj specializimi. A do dojmë që të nxisje më shumë të paktën shok nga klasa ose të tjerë që shikojnë që merren me drejt inxhinierisë, do doje që të nxiteshin më shumë të merrnin pjesë për këto aktivitete? Si është pjesëmarrja? Pra The Future Engineering Club, si është pjesëmarrja e inxhinierëve? Pjesëmarrja ka qenë pozitive, ka qenë në rritje. Të paktën këtë vit, të cilën unë jam president për vitin e dytë radhazi, kam parë një rritje masive. Studentët janë shumë të përqendruar në për këto aktivitete dhe kjo është një aspekt mërësisht pozitiv. Një studenti realisht i duhen pasi dhe krijimi një networku. Vetëm ne jemi kolegë dhe do hasim njëri tjetrin, do na duhet ndihma jon, do na duhet organizimi njëri tjetrin, do na duhet bashkëveprimi dhe është thelbësore që ne nëpërmjet këtyre aktiviteteve ti marrim dhe ti shfrytëzojmë në avantazhin ton. Ore, se ndonjëherë edhe këtu i kthejnë ndoshta këto aktivitete si detyrime, pra themi që do të bëjmë networku, do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë. Po ndonjëherë ato bëhen dhe le të themi për dëshirën personale, për të kaluar bukur. Ti si Elgis, si do ishte eksperienca jote në universitet, nëse nuk do ishe marrë me këto aktivitete përgjatë këtyre 3 viteve? Unë do ta përshkruaja si pjesëmarrjen time në për këto aktivitete si le të themi gjën më të bukur që më ka ofruar epoka. Këto aktivitete ka dhënë kujtime, shoqëri, eksperienca të paharrueshme, të cilat ndoshta dhe po të cungohesha dhe të përqendrohesha vetëm tek siç tham teoria, praktika, këto auditoret, mësimet, nuk do isha i aftë ti kisha eksperiencuar. Dhe për mendimin tim është gjëja më e bukur që universiteti neve na disponon dhe neve duhet siç thash ta përdorim avantazhin ton. Në epokë unë pak në ky podcast gjithmonë kam advokuar që e kam gjetur gjithmonë veten dhe kam gjetur gjithmonë diçka që mund të merre. Në gjithë ato aktivitetet që ke marrë ti, kush ka qenë më i bukur? Se je edhe një figurë tek lojtari i fundit, ndoshta ajo, ndoshta diçka tjetër, nuk e di kush ka qenë për ty diçka që do e mbash mend gjithmonë dhe thua që kjo ishte më e bukur që kam. Siç e përmende, jam angazhuar po edhe në organizime studentore siç është lojtari i fundit, kam pas nderin të jem moderator aty të një organizim shumë i madh, shumë e vlera. Realisht na ka dhënë shumë eksperienca të bukura, gjëra që nuk do e mendoja që do i hasja në një universitet. Sidomos kur futesh për inxhinieri, patjetër, ishte shumë i paparashikueshëm, po gjithmonë këto që nuk i parashikon dalin më të bukura, dalin më spontane, dalin ato çfarë japin vlerë rrugtimit. Do të thoja që gjithashtu janë dhe vizitat që kemi bërë me klubin. Kemi qenë të aftë njohim inxhinier nga bota, jemi angazhuar në një workshop në Turqi, ku kemi krijuar shumë miqësi me inxhinierë të tjerë, kemi qenë të aftë mësojmë nga ta. Të kalojmë bukur gjithashtu të pim një kafe, një çaj e pim në atëherë me turqit, me miqtë tanë. Siç e do tradita. Dhe na ngeli shumë memorien tonë, na dha shumë vlera. Çfarë ishte diçka që do i thoje vetes tënde, po të ktheheshe mbas në kohë, do të thënë në vitin e parë, ose verën para se të filloje vitin e parë në universitet, diçka që do i kisha thënë tani? Që unë mbaj mend që është periudha e universitetit e kam menduar si një periudhë që cilën do angazhohesha shumë me stres dhe do më kërkonte shumë punë. Patjetër universiteti kërkon shumë punë, po ndonjëherë duhet shkosh lehtë mbi veten, duhet marrë gjatë në sportivitet, ti jesh i aftë të shijosh atë kohën, madje edhe kohën auditore ti jesh i aftë ta shijosh, të marrësh sa më shumë nga pedagogët. Kjo ishte një këshill që do jepsha vetes. Jo të fokusohesh vetëm te mësimet, po që përgjatë rrugtimit isha i aftë ta ndryshoja, por gjithashtu dhe të krijosh vlera përreth vetes. Elgis, duke qenë se avash edhe po i afrohemi fundit dhe unë dua që tani ndoshta ti t'japësh një mesazh për këto që po shef, edhe thotë dua të jem si Elgisi, dua ndoshta të ndjek inxhinier ndërtimit. Pra do të marrë diçka nga ty, çfarë është diçka që do i thuash audiencës
Mendoj që çfarë do të ishte e duhur për t'i thënë një nxënësi i cili po përgatitet për të ndjekur rrugtimin e tij në inxhinierin e ndërtimit, është që të jetë i aftë të organizohet, të jetë i aftë të krijojë aftësi ndërpersonale, të cilat do të jenë me vlerë ditazi dhe të ndjek pasionin e tij në fund. Sepse njeriu, pak filozofik, të më falni, njeriu është Sartre thotë që njeriu është i dënuar të jetë i lirë. Dhe kjo liri neve ndonjëherë na kurzon. Pra na bën të pavendosur. Po përderisa neve, siç e përmenda edhe në fillim, ndjekim çfarë kemi pasion, çfarë ne dashurojmë, e ndjekim me zemër, vendimi sidoqoftë i gabuar, i cili të ka dhënë eksperiencë të keqe, ndoshta, por në fundit ke mësuar diçka, duke ndjekur këtë pasion, ti do të jesh i aftë që të shohësh që ke krijuar vlera dhe në fund të ditës ja ka vlejtë. Gjist, ishte shumë kënaqësi dhe shumë faleminderit që ishe pjesë e këtij podcasti me mua sot. Shumë faleminderit për mundësinë edhe një herë, ishte një kënaqësi edhe për mua. Dhe ashtu siç ka thënë një herë dhe Albert Einsteini, jeta është si biçikletë. Për të ruajtur ekuilibrin, duhet vazhdosh gjithmonë të lëvizësh. Ky ishte e podcast, unë jam Redi Alidini dhe deri në episodin e radhës, shpresoj të jeni sa më mirë. Se merresh me shumë aktivitete, je një nxënës në radhë parë me nota shumë të mira, kryesorja, e dyta gjithashtu Student. Ti je nxënës? Po. Është mirë, tash, jemi kështu. Studentët më thonë, po, e drejt. Janë tema të ndryshme, realiteti komplet. Se për ata që të njohin, e dinë që ti je një student me nota shumë të larta, me një performancë shumë të mirë në shkollë, por të shkollë, burr. Plotësohet nga energjia, nga vullneti, nga energjia dhe me të vërtet është diçka që më ka emocioni, e? E pa që të kapi emocioni. Ka emocioni. E fillon prapë nga e para, fare. Se qesh. Po merë për këshuar? A edhe po përgatitet se e di që unë do them do iqe tash këshuar. Ke parasysh që do gatroj 5 herë edhe pastaj edhe 6 dhe them mirë, po do bëj një zhurmë jashtë. Dhe na duhet ta them për herë të 7. Edhe prandaj domethënë është ta bëjmë mbyllje, Okej, mirë. Mund të filloj po dhe Luis. Mbyllja do jetë vetëm tek ti apo do? Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Bye.